Shkojmë bëm pazaret në Kaufland. Në fakt, pazare janë bërë që për natën e ndërrimit të viteve, por unë po e publikoj sot. E nisim me disa luleshtrydhe pa shije fare, sepse normalisht nuk ka sezonin, disa boronica, një avokado. Këtu kishin procesin e vështirë të zgjedhjes së bananeve, një kiwi, një darë, gjithmonë i marr nga një sepse është e sigurt që gjithmonë hidhen poshtë, një ananas dhe këtu rrush për fat të mbar. Morëm edhe këto domate që sërish ishin pa shije fare, kjo lloj erëze që nuk e di fare se çfarë është. Vazhdojmë me përbërësit e sallatës ruse, 2 tranguj turshi, një fasule, një qiqra, misra dhe bizele. Këto janë budallalliqe për krenën, të cilat sigurisht i plejmë vetëm prej figurave dhe jo se çfarë kanë brenda. Këtë kartë nga HM e mora për një kolege që kishte ditëlindje, këto mafis që unë ftes për këto, një tiramisu sepse nuk bën baklava, një buk nuk mund të mungoj dhe këtu kemi llojra të ndryshme djathi, të cilat unë i bëra në disa pjatanca së bashku me prosciutto dhe gjëra të tjera. Vazhdojmë me një ciabata dhe me një tzatziki Real Telekomi. Mora edhe këtë humusin me 3 shije të ndryshme dhe më pas edhe lloje të ndryshme prosciutash. Vazhdojmë me ullin me çmim skandaloz dhe me shija akoma më skandaloze. Një majonez për sallatën ruse, këtë e mora kur bëj në një supë, 2 Red Bull sa për arom. Këtë çantën dhe çokoladat e vogla i mora sërish për atë kolege. Lëpirset për krenën dhe këto snekët e vegjël që unë i bëra një mix. Një pistakjo, një Fanta që nuk ka lidhje fare me atë të Shqipërisë. Këto 2 rozete mora, një për vete dhe një për kolegen që kishte ditëlindje, një bullgur dhe 2 7-Up. Këto ishin dhe pazaret që bëm te Kauflandi, si mendoni sa kanë shkuar të gjitha në total? Bravo e gjetët, shkuan 108 euro të gjitha. Ikëm tani edhe nuk do rikthehemi më kurrë në Kaufland.